Çfarë të bëjmë në rast se fëmijës i është vonuar e folura apo ka probleme në të folur? Në radhë të parë duhet të merret parasysh ana mjekësore. Nëse konstatohet se gjithçka është në rregull, atëherë dietarët e Islamit kanë këshilluar që të praktikohet kjo metodë që është bërë shkak për shërimin e shumë fëmijëve. Të merret një gotë me ujë dhe në të lexohet 7 herë suraja El-Fatiha, 7 herë suraja El-Ikhlas, 7 herë suraja El-Falaq, 7 herë suraja En-Nas dhe 7 herë duaja e Musait alayhis salam kur i është drejtuar Allahut duke thënë wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, mas gjithë nyjen e gjuhës sime që ta kuptojnë fjalën time. Këtë e praktikon disa net radhazi dhe fëmia e pin ujin para se të flejnë, dhe në rast se jepet sadaka për çdo ditë me nijet që fëmijës t'i mundsohet e folura, kjo do të ishte edhe më mirë. Allahu ju ruajt dhe ju gëzoft me gjitha të mirat.